Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në program. Moti për ditën e sotme do të vijojë me vranësira të ndryshme në të gjithë territorin e vendit, por do të hapet vende. Shikojmë edhe se cilat janë temperaturat kryesore në Shqipëri për sot. Në Tropoj 9 deri në 3 gradë Celsius, Elbasani 12 dhe 4, Gjorkasa 13 dhe 4, Fieri 15 dhe 5 gradë Celsius, në Sarandë 15 gradë Celsius do jetë temperatura më e lartë. Ndërkohë që në rajon kemi këto temperatura duke filluar nga mëngjesi deri në darkë. Në Prishtinë 4 deri në 7, 6 deri në 11 në Podgoricë, 9 deri në 17 në Athinë dhe 4 deri në 12 gradë Celsius në Shkup. Kështu që po hapet. Po hapet, avash. Dhe nuk është ftohtë më, po ta bësh. Jo, nuk është ftohtë. Ky shiu sikur e ka ul pak atë temperaturën. E ke vënë re shiu e zbut pak temperaturën. Ka ngritur do thua temperaturën. Po, e ka ngritur pak. Ka ulur të ftohtin, po. Po. Kemi pasur një rubrikë çfarë kam në xhep, dhe ku unë mbaj një gjë në xhep e njerëzit duhet gjejnë se çfarë kam unë në xhep. Se është një emision shumë i menduar, e ke parasysh? Është shumë serioz, kështu çfarë kam në xhep. Mirë, po njerëzit kanë qejf që të luajnë atje. Dikush thot hudër, dikush thot kops, dikush thot ku di un fishek etj që s'kam patur ndonjëherë. Unë në wake up kam gjithmonë vathët. A vërtet? Ja tani nuk i kam sepse nga kufjet i heq. I heq i mban xhep dhe i bën. Po mos më bezdis, mos më thëm, un kam dhe veshët shumë vegjël. E kuptoj. Që është një që e mirë, se si do edhe kështu shumë vej. Jo, si dumbo jo. Elefantët dhe këto. Do flasim për një elefant pak më vonë, do t'rregoj një elefant fantastik. Po vetëm pak duhet presësh. Ky është programi i fundit i janarit. Iku janari 2026 dhe nuk kthehet më. Ç'është kjo drama, Blendi? Jo, them që nuk kam. Po sepse njerëzit mezi prisnin ta ishin qave, ky janari sa i gjatë. Çi po ta mendosh? Dhe pastaj kur hikën, ajo ndjesia nostalgjisë që na largua, nuk do të kemi më kurrë një janar 2026. Po ç'është kjo drama, Heidi? Shikoni. Po sepse po ta në gjendje, Blendi. Po ta mendosh, domethënë është jeta jon që po kalon, edhe shumë i gjatë ky janari, pse nuk po kalon ky janari, duhet iki koha, t'i afrohemi asaj. Të madhes verës, kështu. Çfarë do të them? Nëse mos aman tani se pse u mërziten njerëzit mendon? U mërziten në studio. Po mërziten. I preke. Ke parasysh kur përballesh me atë frikën e madhe. Po, është e vërtet. Të gjithë do vdesim njerëz. Kam lajme për ju. Asnjëri nuk deli gjallë nga kjo botë. Asnjëri, kështu që ke zgjuar shumë mirë. Jo, jam shumë mirë. Gjithëve do vdesim gjithë. Momentin kur, mirëmëngjesit të gjithëve, vdekatar. Po, shiko, kur bën paqe me këtë, e di që thon për shembull, jo thon, por studimet tregojnë që të pleqt, të moshuarit janë më të lumtur se sa të rinjt. E këta i tregojnë të gjithë studimet. E di që duket si paradoksale, sepse jo, e kuptoj, nuk është më i stresi që i pritshmërive, nuk ka njëri që kërkon prej teje. Jo, domethënë flokët me xhel, jo para pasqyrës, jo më ka dalë një rrudhat kanë dalë, e kuptoni, janë bërë pal edhe kur ti bën paqe me këtë, me faktet, atëherë je më i qetë. Je më i qetë se me të frikën. Jo, nuk kemi pikërisht. Ishte një sound tjetër. Afroj kokën unë. Kur afroj kokën te mikrofoni dëgjojnë gjëra. Dëgjoj edhe një herë, dëgjoj, afroj kokën. Nuk po. Mos keni frikë. Ja, okay, s'ma merr. Po mendoj një gjë tjetër, më shkoj mendja diku, te një vend i bukur, pa të censuroj radio. Okej.